të një palë zgjedhjeve tjera me pjesërisht shifrat e këtyre zgjedhjeve. Nuk krahasohet dot molla me portokallin, por kur krahasojmë portokallin me portokallin dhe mollën me mollën. Tani, në këto zgjedhje, ky është trupi elektoral sot. E vetmja parti që ka fituar, dhe ne akoma s'kemi festuar, është LDK-ja. E vetmja parti që ka humbur, dhe që çuditërisht ka festuar, është lëvizja vetëvendosje. Të dalësh zgjedhje, si humbasës në deputet. Kur dikush ka dali pari me 42.7% pa votën e diasporës, do me thonë është humbës, kur është i pari, e ka të drejtën me zgjedh kryetarin e parlamentit, e ka të drejtën me formu qeverin. Ne po flasim për trendin, të cilin ofertat për çka kemi shku në këto zgjedhje dhe këtë trup elektoral. Këtë trup elektoral, krahasu me parlamentin e kaluar, është shumë e thjeshtë. Lëvizja vetëvendosje i ka humbur 9 deputet, tani dhënat zyrtare siç po flasim. Alo nuk e dim se s'kan ardhur alo votat e diasporës dhe ato këto zyrtarisht çka po flasim ne tash se dim as unë as ti se din. Çka po flasim tani, informacionet zyrtare janë lëvizja vetëvendosje ka humbur 9 deputet. Partia Lidhjes Demokratike të Kosovës i ka fituar 5 deputet, ka fituar 33% më shumë, ndërkohë që nga 57 deputet që i ka pas lëvizja vetëvendosje, i ka humbur 20% diku më shumë, sepse i ka humbur 9 deputet. Edhe ju po thoni që është humbja ajo çka kemi pas dhe ajo çfarë kemi marrur nga ofertat tona në këto zgjedhje. Ne kemi dalë me oferta para një elektorati. Ky elektorat ka dalë me na përfaqësuar këto zgjedhje. Që të gjithëve, proporcionalisht e vetmja parti që është rritur, e vetmja parti që s'ka humbur vote, e vetmja parti që ka rrit deputet, është Lidhja Demokratike e Kosovës. Në fakt edhe Aleanca ka pasur rritje modeste, por e vetmja parti që ka humbur katërcifrisht që të gjitha në raport me kërkesat që ka bërë tek elektorati, është lëvizja vetëvendosje. Ka humbur jo vetëm mundësinë për ta zgjedhur presidentin siç premtoi vetëm dhe tentoi të ta bllokonte komplet procesin për ta zgjedhur vetëm presidentin, por tani se zgjedh dot as kryetarin e kuvendit pa koalicion dhe as qeverinë nuk e zgjedh dot pa koalicion. Në tentativë për t'i marrë të gjitha, i humbi të gjitha. Dhe unë ata mund të hedhin fishek zjarre edhe ditën, jo vetëm natën. Ata mund ta freskojnë vetveten edhe mund t'i bëjnë duar trokitje shefit tyne që kanë frikë si duket edhe me i tregu që ka humbur. Ata sigurisht që do t'i duar trokasin. Asa pap ata duhet të hedhin fishek zjarre se i kanë fituar zgjedhjet me 43% me diasporë.